Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderoj Allahun e lartësuar, salavata dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij. Ad-darsu al-khamis fi sharhi an-naqid ar-rabi', mësimi i 5 në shtjellimin e anuluesit të katërt. Jemi në vazhgën e mësimeve të librit Nawaqidul Islam, anuluesit e Islamit, autorit të cilit është Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ku ne kemi përzgjedhur shtjellimet, komentet, sharimet të Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah. Qala ar-rabi'u, ka thënë anuluesi katërt, men i'taqada anna hadya ghayra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi, kush ka bindje se udhëzimi i ndokujt tjetër është më i mirë, më i plotësuar se sa udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wasallam, au hukm ghayrihi ahsan min hukmi, apo ndonjë gjykim i dikujt tjetër është më i mirë se sa gjykimi i pejgamberit alayhis salatu wasallam, kalladhi yufaddilu hukm at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir, siç është ai i cili ju jap prioritet më shumë gjykimeve të tagutëve mbi gjykimin e pejgamberit alayhis salatu wasallam, dhe është kafir. Sheikh Fawzan, Allahu ruajt, thot al-mas'alatu al-ula, meselja e parë dhe e dytë lidhje me këtë çështje. Men i'taqada anna hadya ghayra ar-rasul akmal min hadyihi, kush mendon, kush ka bindje se ka udhëzim më të mirë se sa udhëzimi Muhamedit alayhis salatu wasallam. Pra kuptimi, si mund të mos jetë pa besimtar, si mund të jetë musliman, ai i cili mendon që ka udhëzim më të drejtë, më të plotësuar, më të përsosur se sa udhëzimi i Muhamedit alayhis salatu wasalam, përderisa ai wa hadyu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dinu wa tariqatuhu allati yasiru alayha fi da'wati ila Allah wa fi ta'limi wa fi akhlaqi. Rruga Muhamedit alayhis salatu wasalam, në të cilën ka ecur ai në thirrjen e tij, në mësimin e tij, në moralin e tij, ajo është rruga më e përsosur, rruga më e drejtë, më e mirë. Ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, inna khayral kalami kalamullah, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Wa khayrul hadi hadyu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit alayhis salatu wasalam. Pra, është e lishme, është suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam, që si në hutbe, si në ligjërata, me fillu me këto fjalë të zgjedhura, udhëzimi, fjala më e mirë është fjala e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit alayhis salatu wasalam. Thot Sheikh Fawzani, ashtu siç pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë akmalun nasi hadyan, njeriu më i plotësuar, më i përsosur, pra rruga e tij e përsosur në raportin me njerëzit dhe me ata të cilët i ka thirrur në Islam. Allahu ka thënë Kur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, ti je në pikën më të lartë, në gradën më të lartë të moralit. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu ka dëshmuar për të dërguarin e tij se ti je në pikën më të lartë të moralit, në gradën më të lartë. Po ashtu Allahu thot në një ajet tjetër, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Kuptimi i ajetit është walau kunta faddan ghalidha al-qalbi, po të ishe i vrazhd ti o i dërguar, po të ishte i vrazhd, ghalidha al-qalbi, i zemëruar me njerëzit, pra në të kuptimin i ashpër me njerëzit, lanfaddu min hawlik, njerëzit do të largoheshin prej teje, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, por fali ti ata, lutu për ta dhe diskuto me ta, pra shtjelloja u çështjet. Ky është khuluquhu, kana yu'allim an-nas فهذا خلقه
Kjo është morali i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është morali i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra nuk ka qenë i ashpër, i vrasht, i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Të vetmin moment kur pejgamberi alayhi salatu wassalam është zemëruar është kur ka qenë pyetje harami. Kur ka qenë pyetje xhelozia për fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E dini, thot Sheikh Fauzani, e përmend rastin se si çfarë udhëzimi ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam në raport me njerëz të cilët kanë bërë gabime. Dhe ka një njeri i cili ka urinuar në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me marrë një emë dhe me e sjell me ujë. Pastaj me pastru dhe ka thënë innal masajida lam tubna lidhalik. Xhamiat nuk janë ndërtuar që me kry nevojë. Wa inma buniyat, pra nuk ka hapësirë për këto gjëra, sepse kishte ardhur një njeri i cili nuk kishte jetuar në Medinë të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Wa inma buniyat li dhikrillah, janë ndërtuar me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, siç është hadithi i njohur, hadithi Anas ibn Malik në Buhari dhe Muslim. Po ashtu thot Sheikh Fauzani, kur një njeri ka ardhur te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i dërguari alayhis salatu wassalam e ka pas borxh, e ka marrë hua një deve. Dhe ai kur ka ardhur ka kërkuar pejgamberit alayhis salatu wassalam borxhin e tij, nuk është ka qenë i ashpër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fahamma sahaba, kjo i ka shqetësuar më njëherë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sjellje jo e mirë me të dërguarin e Allahut, dhe ka thënë da'uhu, mos e ngusni atë, fa innahu li sahibil haqqi maqalan, ai është ka kërkon të drejtën e tij. Pastaj ka thënë ja gjeni një deve, pra derisa kanë ardhur sahabët e kanë thënë nuk po e gjojmë një të ngjashme sikur ajo, vetëm një më të mirë po e gjojmë. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë edhe më të mirë t'ja kthejmë borxhin. Khairukum ahsanukum qada'an, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, më i miri për ju është ai që e kthen borxhin në mënyrën më të mirë. Don të thotë që udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wasallam në të gjitha rrethanat është udhëzimi më i përsosur. Po ashtu edhe me familjen e tij, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, më i mirë për ju është ai që është në mesin e familjes më i miri, pra sillet në mënyrën më të mirë me familjen e tij. Wa ana khairukum li ahli, dhe unë jam më i mirë për ju për familjen time. Dhe kjo është e njohur për jetën, është e njohur nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Pastaj thot: "Fa kayfa yakunu khayran minhu?" Kush mund të jetë më i mirë në udhëzim se sa Muhamedi alayhis salatu wasallam? Fa man za'ama anna ahadan ahsana min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadiyan, kush mendon që ka ndonjë rrugë më të mirë se sa udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wasallam, faqad kafara al-kufr al-akbar, ai vetë se ka bërë një kufër të qartë, al-mukhrij min al-milla, i dalur pra nga Islami. Dhe nuk ka dyshim që në të gjitha aspektet jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam është udhëzim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dini se si na ka inkurajuar që nga edukimi i fëmijëve, pra me therr kurban, pra me bo akika, mëndej na ka përgëzuar, domethënë pastaj na ka kërku që emërtimin në emrat më të mirë, moshën 7 vjeçare t'ja mësojmë formën e namazit, faljen e namazit, mandej në moshën 10 vjeçare me përdor pak thuprën, pra me përdor nëse ata nuk binden, në mënyrë të vazhdueshme deri në vdekje udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. E dini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë selam njerëzve, i ka respektuar të vjetrit, por njëkohësisht edhe fëmijë të vogël që ka qenë Ebu Umeiri, i cili ka pas një zog të vogël dhe ka lujt me ta, një plumb, derisa një ditë i ka ngordhur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pas që është i pikëlluar ka thënë ja Ebu Umeir ma fa'ala an-Nughair, o Ebu Umeir ma fa'ala an-Nughair, çka të ka ndodhur me zogin e vogël apo me plumbin e vogël. Dhe dietarët i nxjerrin me 10 dobi nga ky hadith. Pra se si është sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sado që njerëzit studiojnë fushat e shkencës në lidhje me edukimin e fëmijëve, edukimin
e brezave të ri nuk mund të afrohen as për afërmi me edukatën që e ka një fëmijë që rritet në frymën islame. Pra për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka inkurajuar dhe ka argumente të qarta që kërkojnë prej nesh që me i eduku fëmijët. Dhe edukimi më i mirë i fëmijëve është shëmbëltyr me qenë në familjen tonë. Dhe ju e dini që në Ramazan, gjatë muajit Ramazanit ne lexojmë më shumë veçanti Kur'an dhe nga jeta e përditshme e vrejmë që fëmijët e vëgjël gjatë Ramazanit me leximin e Kur'anit kur shohim edhe ata e marrin mushafin, e marrin Kur'anin. Po të vazhdonim na gjatë tër vitit me qenë shembull sikur e kemi në Ramazan, si namaz, si agjerim, si lexim të Kur'anit, do ta kuptonin të ardhmen sa janë ndikuese për fëmijët. Pra kjo është një shembull, një sinjal që shembulli më i mirë është jeta, praktikimi i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mesela e dytë thotë Sheikh Fauzani, pra kjo ishte si ka mundësi me pas udhëzim më të mirë se sa udhëzimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është kufër kush mendon një gjë të tillë. Dhe dyta thotë men i'taqada anna hukma ghayra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi faqad kafar. Kush mendon që ka gjykim, kush mund të gjykojë me drejtësi më mirë se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai është kafir, është pabesimtar. Dhe ju e dini kur në betejë e Hunenit, e cila ka ndodhur pas lirimit të Mekkës. Pas lirimit të Mekkës, kur kanë fitu muslimanët plaçkën e luftës, kanë pas ghanaim shumë të mëdhaja dhe kanë fillu me i nda. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam disa ju ka dhënë më shumë, disa ju ka dhënë më pak. Dhe ajo ka qenë drejtësi, por njerëzit nuk e kanë kuptuar. Pra ata që kanë pas nevojë me u shtu në besim, me u forcu në islam, aty ju ka dhënë deri 1000 deve. Derisa një prej sahabëve ka thënë, për mua ka thënë, ka qenë më e mirë kur e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë se më dashur për mua ata që nuk ju japi sa atyre që ju japi, sesa këtë pasurinë më dhon. Pra ka qenë urtësi dhe një xhavarix ka ardhur aty ka dalë i pari që i ka thonë gjyko me drejtësi o i dërguari i Allahut. I'dil, pra gjyko me drejtësi. Dhe ai ka thënë wai hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj mirë për ty. Kush mund të gjykojë me drejtësi nëse nuk gjykon i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj fa hukmuhu alaihi salatu wassalam hukmun sadirun min Allah. Gjykimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë burim nga shpallja. Ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an, inna anzalna ilayka bil haqq. Ne të kemi zbritur ty me të vërtetën, ta kemi zbritur ty Kur'anin me të vërtetën, li tahkum baina an-nas, që ti gjykosh mes njerëzve bima araka Allah, nga ajo që ta ka dhënë Allah, ka shpall Allahu. Po ashtu Allahu ka thënë wa anihkum bainahum bima anzala Allah, ti duhet gjykosh me atë që të gjykosh mesin e njerëzve me atë që të ka zbritur Allahu, Kur'anin. Pra, fa rasulu sallallahu alaihi wasallam, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, yahkum bi hukmillah, gjykon me gjykimet e Allahut. Po ashtu Allahu ka thënë fala wa rabbika la yu'minun, fala wa rabbika la yu'minuna. Për Zotin tënd nuk keni besuar hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, derisa njerëzit gjykojnë mes tyre me atë që ke zbritur, me atë që hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Pra nuk kanë besuar njerëzit derisa të pranojnë për gjykim vendimet e tua. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, pastaj nuk ndjejnë në kushtim në zemrat e tyre. Pra nuk kanë dyshime mimma qadait wa yusallimu taslima, dhe i dorëzohen, e pranojnë urnat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu në Kur'an ka thënë wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, nuk i përket një besimtari as një besimtareje, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje, pra gjykojnë për një çështje, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, që ata të marrin për zgjedhje
apo të marrin për të zgjidhur një çështje dikon tjetër posa Allahut dhe të dërguarit e tij. Pra, me një fjalë, fa sunnatuhu wahyun min Allah, suneti është shpallje nga Allahu, wa sunnatu tufassiru al-Quran, dhe suneti e sharon Kur'anin, wa al-masdar ath-thani, dhe është burimi i dytë në Islam. Pastaj Sheikh Fauzani, Allahu e ruajt, këtu përmend një mesele, el hukmu bi ghayri ma anzal Allah, me gjyku me atë që nuk ka zbritur Allahu, me gjyku me atë që nuk ka zbritur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar, thot kush pretendon se kjo kohë nuk përshtatet dhe nuk është kohë që të aplikohet shariati. Wa anna hukm al-kitab wa sunna kana fi zamanin qad mada, dhe kush mendon që me gjyku me Kur'an dhe me sunne është në shekujt e kaluar, është diçka e kaluar, dhe tani nuk përshtatet Islami apo nuk përshtaten rregullat e Islamit me kohën e të cilën jetojmë, kjo thot është kufër i qartë. Kjo është kufër dhe dalje prej feje. Dhe thot ka për njerëzve të cilët thonë inna tatbiq al-hudud wa rajmu az-zani, me i fut dispozitat e shariatit, siç janë pra rajmu az-zani, ai që bën zina, ai që vjedh, vendimet, apo ai që del prej feje, qatl al-murtad. Kush mendon se këto janë ligje të ashpra, të vrazhda, pra të vrazhda, kjo thot Sheikh Fauzani është kufër i qartë, sepse i'tiradun ala hukmillah, ti e kundërshton vendimin edhe gjykimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo hadha riddatun sariha an dini l-Islam. Kjo është renegat, pra njeriu është renegat dhe është dalje prej feje nga dini Islam. Wa kadhalika man yaqul, pra sikur Sheikh Fauzani përmend fjalët apo idetë apo ideologjitë të ndryshme, disa thonë që nuk përshtaten këto ligje në kohën e të cilën jetojmë. Dhe është janë mendje shejtani u zbukuron atyre ligjet e tyre. Shejtani është ai i cili i mashtron njerëzit. Sepse në këto vendime, si për ato që vjedh, si për ato që prek moral, si për ato që prek në pasuri, këto ka mëshirë dhe ka ruajtje edhe tjetrave të njerëzve, edhe të pasurisë së njerëzve. Pra, nëse i shefti, për shembull, në vendet ku aplikohet shariati, për shembull, vjedhësit i pritet dora. Nëse dëshmohet dhe ka dëshmi që ai ka vjedhur, pra i pritet dora. Kjo është me shariat, aty ku ka shariat. Pra ku ka shariat dhe vendos gjykata për ndërsa shohim në shumë vende të Evropës ku si rezultat i vjedhjeve ndodhin vrasje. Pra hajdutët vriten. Edhe pra ai shkon me vjedh e vrajnë ata. Pra nuk ja prejnë dorën, kush e vran ai që mbron pasurinë. Sa aksidente, sa ndodhi ka që në Evropë, në perëndime, ku ta diun në vende ndryshme të botës, ndodhin vrasje nga grabitjet. Tani më njerëzit naiv i shiqojnë këto raste shumë të ralla që ndodhin në vendet muslimane, aty ku aplikohet shariati, ndërsa harrojnë vende tjera të cilat ndodhin vrasje si rezultat i mos aplikimit të këtyre vendimeve të Islamit. Prandaj, në gjitha këto vendime të shariatit që janë në aplikim, ku aty aplikohet, ka urtësi dhe ka mëshirë, edhe ka ruajtje të sigurisë. Kështu është edhe për kisasin, kështu është edhe për vendime tjera. Wa kadhalika man yaqul, ka prej të tjerëve, thot Sheikh Fauzani, të cilët thonë innahu mukhayyarun bayna an yahkum bish-sharia wa an yahkum bil-qawanin. Njeriu është i lirë, mundet me gjyku me shariat, mundet me gjyku me ligjet jo të shariatit. Thot Sheikhu, edhe kjo është dalje prej feje. Pra, vetëm nëse njeriu thot është i lirë me gjyku me këtë, me gjyku me atë. Pra, është temë shumë e ndihshme. Wa an yahkum bainahum bima anzala Allah, Allahu ka thënë që duhet gjykoni mes njerëzve me atë që ka zbritur Allah, Allahu wala tattabi' ahwa'ahum, dhe të mos i ndjekni epshet e tyre.
Fel hukmu bima anzala Allah naumin wal ibada. Me gjyku me atë çka ka zbrit Allah është ibadet prej llojeve të ibadetit. Dhe kjo është një prej temave që ehli suneti e kuptojnë qartë dhe sqarojnë qartë. Pra me gjyku me shariat Allahut është ibadet. Me gjyku me shariat Allahut është ibadet. Dhe se sa bukur tani Sheikh Fozani i qaset kësaj teme. Dhe thot, pas e sqaron një pjesë shumë të rëndësishme, thot, men i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighayri ma anzala Allah. Kush e ka bindje që nuk lejohet me gjyku me diçka tjetër, pos me atë çka ka zbritur Allahu. Walakin khalafahu al-hawa fi nafsihi, mirë po thot, veprat e tij kanë rënë kundërshtim me atë që e ka bindje, si rezultat i epshit që ka. Si rezultat i epshit që ka. Ma i'tiqadan në fi'luhu muharram, duke pasur në bindje që këtë vepër është duke bo haram. Dhe e kanë nxitur epshit i dhe endjet e tij dhe knasit e tij apo ndonjë lakmi, wa huwa ya'taqid annahu 'asim, po ka bindje që ky është mëkatar, atëherë kjo nuk është dalje prej feje. Atëherë kjo thot nuk është dalje prej feje. Fa hadha la yukfar al-kufr al-mukhrij 'an al-millah. Pra nuk është duke bo kufër që nxjerr prej feje. Wa inma yukfur kufr al-asghar, më po është ka bën kufër të vogël. Është ka bën kufër të vogël, kufër dune kufër. Pra është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se kjo është kufër dune kufër, me gjyku me diçka tjetër, jo me atë që ka zbritur Allah, duke pasur ti bindje, duke pasur bindje që më mirë është me gjyku me shariat, por të ka nxit epshi, kjo është kufër dune kufër. Dhe siç e përmendi Ibn Abbas rahimahullah. Dhe ajo çka i ndan ehli sunetin këtë zaman nga xavarizët është pikërisht kjo mesele. Më së shumti që e bën atë farvijen darse. Pra në momentin që kur dëgjon ti një ligjërues duke thënë që gjykimi me diçka tjetër është vepër mesele ihtilafie, mos pajtuese në mes ehli sunetit, kjo është fjalë e xavarizëve. Nuk është fjalë e ehli sunetit. Pra ehli suneti e sqarojnë këtë mesele që ata që gjykojnë me diçka tjetër, jo me atë që ka zbritur Allahu, duke pasur bindje që më mirë është me gjyku me Kur'an, por për shkak të epshit dhe lakmis dhe dunjas, ata janë mëkatar dhe nuk dalin prej feje. Kjo është bindja e ehli sunetit, dhe kjo fjalë e ehli sunetit. Ndërsa xavarizët thonë, bindja e xavarizëve është apo atyre si më thonë, ata të cilët mundohen me ju qas kësaj teme si në mënyrë me një maturi, me një edukat, ata janë mashtrues. Pra nuk ka, dhe i dëgjoni edhe fjalët e ulemave të sunetit të këtij zamanit, siç është Ibn Uthejmini dhe të dietarë tjerë, e qartësojnë se nuk ka khilaf mes kësaj mesele. Khilaf është por mes ehli sunetit dhe xavarizëve. Mes ehli sunetit dhe xavarizëve. Sepse ata mundohen pra të dëpërtojnë sikur qëllimi i tyre, problemin kryesor kanë ata me këtë fjalë të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu që ka thënë kjo është kufër dune kufër. Pra nuk është kufër që nxjerr njeriu prej feje. Wa man hakama bighayri ma anzala Allah, pastaj thot sheku, nëse gjykon me diçka tjetër, jo me atë që ka zbritur Allahu, ala ijtihad, nga ijtihadi që ka një dietar, mendon që kjo është më e drejtë, atëherë kjo futet në hadithin që ai e ka një shpërblim, por jo dy shpërblime, sepse ka bëu ijtihad. Atëherë kjo nuk sigurisht nuk është kufër. Por unë për me pas ju më të qartë, për shembull, në traditën tonë kemi nëse ndodh një konflikt, apo një mospajtim, apo një problem bashkëshortor, ne në vendin ton shpesh herë ose e qesim çështjen thojmë në noda të bura ose në plak, apo gjykojnë njerëzit të cilët nuk janë kompetent. Pra ata caktojnë sa me marrë ti dënimin, ata caktojnë. Kjo është gjykim jo me shariat Allahut. Dhe kjo është sikur
Edhe kjo është kufër. Por, nëse ti që ki një problem familjar, ke pranu dhe me thonë, ata në cilët ki konflikt, thoi ne, e vetë mja zgjidhje është që ne me shkun në odë burave dhe ata me gjykun mes nesh. Edhe kjo është si kur udhëheqit që nuk gjykon me shariat Allah. Kjo është e njëjtë. Por ti nëse ke bindje se ma mirë është vendimet, ma të mira e në tasaj ode, se sa të Kurani dhe Suneti, kjo atëherë është dalje prej feje. E çka të ka shtyty ti që mos me gjyku me shariat, po me shku me ul mesin atyre pleqve për me fol, për me t'i da këto mesela, apo një konflikt, apo një trashëgimi, është se ti do në me zgjidhë problemin. Atëherë, edhe një udhëheqës mund të ketë qëllimet e veta që nuk e nxjerrin prej feje, për shkak që nuk e ka bindjen që Kurani është anashkalohet pse nuk është i drejtë. Prandaj njeriu duhet me pas kuptim të mirë, të drejtë. Pastaj Sheikh Fauzani thotë kështu: ne jemi të obliguar, ne duhet të gjykojmë me shariat Allahut në të gjitha aspektet. E para thot në akide. Gjehmit, Maturidit, ata nuk gjykojnë me Mu'tazilet, Ash'ariret, Maturidije, Khawarij, wal Murji'e. Këto fraksione nuk gjykojnë me shariat Allahut, në cilësitë e Allahut. Ata gjykojnë me mendjet e tyre. Nuk gjykojnë me rrugën e pejgamberit alayhis salam. Pra, njeriu dikush thot këto utrukun nas ala qaidihim, lej njerëzit besojnë ti kanë bindjet e veta. Pra mos përçami, mos ndami, gjithkush ka akiden e vet, gjithkush ka bindje vet. Jo, të gjithë duhet gjykojmë me atë çka ka zbritur nga ana e Allahut dhe pejgamberit sallallahu nga ana e sunetit pejgamberit alayhis salam. Po ashtu në esma wa sifat, qad hasala fiha niza'un baina at-tawaif, lidhje me emra dhe cilësitë e Allahut. Ka mos pajtime. Patjetër duhet gjykojmë me shariat Allahut. Po ashtu thot كذلك لابد من تحكيم الشريعة في العبادات. Patjetër duhet me gjyku edhe në çështjet e ibadetit. لأن هناك عبادات تتمشى على الكتاب والسنة. Ka ibadete të cilat sigurisht janë bazuar në Kur'an edhe në Sunna. Po ka dhe ibadete tjera, هناك عبادات محدثة, që janë shpikura. ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. Ato nuk janë në Kur'an edhe në Sunna. فهذا بدعة. Këto janë bidate, yajib butlanuha. Njeriu duhet me i distancu prej tyre. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Men amila amalan", kush bën një vepër leysa alayhi amruna, që nuk përkon me rrugën tonë, fa huwa rad. Pra është refuzuar. Fala budda min tatbiq hukmullahi fil ibadat. Pra patjetër duhet me shtin jetë gjykimin e Allahut edhe në ibadete. Fa ma wafaqa al-kitab wa sunna fa huwa sahih. Ajo që përputhet, përshtatet me Kur'an dhe Sunna, ajo është e saktë. Wa ma khalafa al-kitab wa sunna, dhe kush ajo që kundërshton Kur'an dhe Sunetin është batil. Wala yajuz at-tasahul fi hadha al-amr, dhe njeriu nuk duhet me e neglizhu këtë çështje. Pastaj thot Sheikh Fauzani: "Wa kadhalika at-tahakum ila Allah fi al-amri bil ma'ruf wa an-nahy anil munkar." Po ashtu edhe në urdhërimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Ne duhet me gjyku me shariat Allahut. Duhet me gjyku me shariat Allahut. Si duhet me vepru? Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kush është një vepër të mirë, kush është një vepër të keqe, falyughayyirhu bi yadihi, le ta ndryshoj me dorën e tij. Fa in lam yastati', nëse nuk ka mundësi, fa bi lisani, me gjuhën e tij. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemër, le ta urrejnë me zemër." Pra, nëse ti ke mundësi një vepër të keqe me evitu me dorë, po ti e eviton me gjuhë, nuk e ka gjykon me shariat Allahut. Apo nëse ke mundësi me dorë dhe me gjuhë me evitu një të keqe, po ti e ka urrejnë me zemër, prap nuk e ka respekton dhe nuk e ka gjykon me shariat Allahut. Pra, në gjitha aspektet ne duhet gjykojmë me shariat Allahut. Fa hukmullah yati aidan fi amur mukhalafat yadun ash-shirk. فالحكم بما أنزل الله عام, me gjyku me atë që ka zbritur Allahu, kjo është e përgjithshme. Nuk është e veçantë vetëm një mesele, vetëm në çështjet e pushtetare që kanë të bëjnë me pasuri, që kanë të bëjnë me, absolutisht jo. Wa amma umur al-aqaid fa an-nas yatrukuna kull yakhtar ma yurid.
Pra, më u fokusu vetëm në çështjet e pasurisë. Ndërsa më ana shkalu çështjet e besimit. Wa yajib 'ala al-hukam, pra thotë Sheikh Fawzani, ka argumente që kërkohet nga udhëhecit të jenë të drejtë. Por ka argumente nga Kurani që kërkohet edhe ata mahkumin, populli që janë të obliguar me qenë të drejtë. Për shembull Allahu thot Kur'an, pa marrim që ka përmend Fawzani, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha. Allahu ka urdhëruar juve që udhëhecit, përgjegjësit që janë amanetet me çun vend. Wa idha hakamtum bayna an-nas tahkumu bil 'adl, dhe kur gjykoni mes njerëzve me gjyku me drejtësi. Me gjyku me drejtësi. Hadha fil hukam. Kjo është sa i përket udhëhecëve. O fil mahkumin, ndërsa ata që janë njerëzit që mahkumin, Allahu ka thënë, ja alladhina amanu, o të cilët keni besuar, ati'u Allah wa ati'u Rasula, binduni Allahu dhe të dërguarit e tij, wa ulil amri minkum, dhe udhëhecëve të juaj. Këtu përfshihen pushtetarët dhe dietarët. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in, nëse keni pa qartësi një çështje, farudduhu ila Allah wa Rasul. Ktheuni te Allahu dhe i dërguari i tij. Pra, Xhavarizhit janë të parët të cilët nuk gjykojnë me shariat Allahut, sepse ata i qasen pushtetarëve tamam sikur revolucionarët që janë laik, që kanë ato ideologjitë e tyre, se si me rrezu pushtetarët, se si me rrezu pushtetin, merren me gjana të ndryshme. Pra Xhavarizhit kanë rrugën e tyre. Pra ata gjykojnë në një aspekt gjykojnë me demokraci. Xhavarizhit krijojnë puçe. Pra flasin kundër udhëhecëve. Një Xhavarij apo një hoxh hizbia apo ikhwani ton kohën flet kundër udhëhecëve musliman. Kështu flasin edhe ata laiket, pra ton vitin flasin vetëm kundër që si me gjet gabime pushtetarit apo udhëhecit. Ndërsa në Islam ne kemi një edukat tjetër. Pra ne kemi një edukat tjetër. E kemi udhëzimin e Kuranit e udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra dhe ajo është rruga më e mirë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të mirë udhëhecin ata që ju dojnë juve, edhe më të mirë njerëz janë ata që dojnë udhëhecin e tyre. Pra në Islam ka një lidhshmëri që duhet mes popullit edhe prisit. Pavarësisht se kokat e Xhavarizhve aq shumë e kanë prunë në një nivel xhamatin e tyre, saqë ata janë të përgatitur kur dëgjojnë xhallarët selefi duke folur për këtë tema. Ata dhe më thonë, jo shtohet ai devijimi i tyre, kur ne na dëgjojnë me hadithe duke folë. Sa ata janë dhe më thonë të përgatitur që këta flasin vetëm me këto hadithe, vetëm me këto ajete. Vetëm këto tema i kanë. Por, për çfarë dietarët kanë folur aq shumë për këto tema në shekullin e fundit? Sepse shfaqja e Xhavarizhve ka qenë shumë e madhe. Idetë e Xhavarizhve kanë qenë shumë e madhe. E në veçanti kur janë veshur me petkin e selefive. Pra, Xhavarizh në bindje, Xhavarizh në etikad, Xhavarizh në vepra, por kanë qenë me pamjen e sunetit. Pra, me veshjen e sunetit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka qartësuar se në mesin e muslimanëve ka me pas njerëz të cilët kanë me lexu Kur'anin khairul bariyah. Pra kanë me lexu Kur'anin aq bukur sa që edhe sahabët mahniten me leximin e Kur'anit tyre. Kanë me agjerim, kanë me bo namaz që ja u ke lakmi. Por ata nuk e kuptojnë Islam. Pra në Xhavarij, për tyre vjen çaktera, për tyre dëmtimi i muslimanëve, për këtyre vjen shrregullimi. Pra, nuk është me gjyku me shariat Allahut e ke obligim ti si hoxh, mas pari në xhamin tonë, në familjen tonë, në veshjen tonë. Pastaj në shoqëri ku jeton. Ndërsa edhe udhëheqësi ka obligim me gjyku me shariat Allahut. Por qasja edhe ndaj udhëheqësve mëkatar apo udhëheqësve që nuk gjykojnë me shariat Allahut duhet me qenë me drejtësi. Dhe këta janë njerëz shumë devijimi i futin një errësirë
ehlul bida, për shembull Saddam Husseini, ka qenë ba'thi, subhanallah, ka qenë njëri që ka luftu, domethënë, shariatin. Ai ka pas kushtetute kanë pas, pra ai e ka fuqizu lëvizjen e ba'thive që kanë pas qëllim që me shkatru, domethënë, shariatet në vendet arabe. Dhe Saddam Husseini e ka fuqizu ata. Kjo ka qenë projekti Saddam Husseinit. Dërsa e kanë bërë Salahuddin Ayyub. Ikhwan, e konsiderojnë si ka qenë sikur Salahuddini dhe kanë lavdata shumë të mëdha. Nëse ju thu kush është më i mirë udhëheqës në vendet arabe, kush ka qenë, ata përmendin Saddam Husseinin. A ka gjykuar me shariat Saddam Husseini? Është kritikisht e habitshme, por kjo është kur të orienton ideologjia dhe të orienton devijimi. Dhe pra janë të obliguar me gjykues me shariat Allah. Fejib ala al-hukami an yahkumu bi shar'i Allah, udhëhecat e kanë obligim me gjykuar me shariat Allahut. Wa yajib ala ar-ra'iyya, edhe populli, njerëzit që janë në udhëheqsa janë të obliguar me gjykuar me shariat Allahut. Allahu ka thënë Kur'an e përmend Sheikh Fauzan, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika. Ai shetja ata të cilët pretendojnë që e besojnë atë që është zbritur tek ti dhe që është zbritur para teje, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, ata dëshirojnë me marrë për gjykatës dikon tjetër pas asaj që ka zbritur nga Allahu. Wa qad umiru an yakfuru bih, dhe janë urdhëruar që me mohu tagutin. Pra tagut është ai që gjykon me dikë tjetër, jo me ligjin e Allahut, apo ai që i kalon togat, pra taghi është teprimi i kufive. Pra kur të kalohen kufit si në praktikim të sunetit, si në gjunahe, si në gjykim me atë që ka zbritur nga ana e Allahut, e kështu me radhë. Pra nuk është kufizuar vetëm në tek një njeri që nuk gjykon me shariat e Allahut. Pastaj ka thonë Allah, wa idha qila lahum ta'alu, kur ju thuhet atyre, jeni dhe të gjykojmë atë që ka zbritur Allahu, ila ma anzal Allahu ila rasul, dhe që ka zbritur Allahu dhe i dërguar i tij. Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzal Allahu, kur ju thuhet aty, jeni me besu atë që ka zbritur Allahu. Dhe ktheuni të i dërguar i tij, ra'ayt al-munafiqina, do t'i shohësh ti munafiqët yasudduna an kasudud, ikin për kësaj. Ky ajet ka zbritur në surën Nisa. Një munafik ka pas një mospajtim me një jahudi. Pra munafik i cili ka jetuar mesin e muslimanëve, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e drejta ka qenë me jahudi. Ky munafiku nuk ka pas drejt në atë mospajtim të cilën e kanë pas. Dhe çfarë kanë thënë? Ky jahudia ka thënë, qala al-yahudi natahakem ila Muhammed. Ani shkojmë gjykojmë te Muhamedi alayhi salatu wassalam. La'allahu anna li'ilmihi anna Muhammadan la ya'khudh ar-rishwa. Ai ka pas qartë se Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk merr rishvet, nuk mund ta mashtrosh ti me lek, me parë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Wa qala al-munafiq, dorsa munafiku ka thonë, natahakem ila Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi. Ka thonë do shkojmë te Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi. Pra me shku te ai mi dhon edhe me dal fitimtar. Li'annahu ya'khudh ar-rishwa. Pra Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi ka qenë njëri i cili ka marrë rishvet. Fa anzala Allahu hadhihi al-aya. Atëherë e ka zbrit Allahu këtë ajet. E ka zbrit Allahu këtë ajet. Pra, fejgjib alë muslimin, hukamen wa mahkumin, është obligim i muslimanëve, thot Sheikh Fauzani, hukamen wa mahkumin, edhe udhëheqësa, edhe popull, an yahkumu wa an yatahakamu ila shar'i Allah, që të gjykojnë dhe të kthehen gjykim të shariati Allahut, wala yastabdilu bi ghayrih, dhe të mos e ndryshojnë me diçka tjetër, wala yaqulu al-hukam nahnu nakhsha min ad-duwal al-kubra, edhe mos thonë se ne friksohem për shteteve të mëdha, wa hadha shay'un yafruduhu alejna, apo kemi presion për shteteve. Wa hadha la yajuz. Hadha la yajuz. Dhe asnjëherë pra, pavarësisht rrethanave dietarë të sunetit, nuk
lëvizin as 1 milimetër nga qëndrimet e tyre lidhje me ndryshimin e pushtetarëve apo udhëheqësve në vendet arabe. فالمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة. Pra meselja e të gjykuarit me atë që ka zbritur Allahu është mesele shumë e madhe, wa fiha tafasil. Pra këtu ka sqarim, ka detajim, kama dhakara ahl al-tafsir, ashtu siç e kanë shpjeguar mufassirinët. Fala yutlaq al-kufr ala kulli man hakama bighayri ma anzala Allah. Nuk thuhet njeriu është kafir çdo njeri që nuk gjykon me shariat e Allahut. Nuk thuhet, nuk bën, bel yufassil fi hadha, mirë po e detajon. Bejnë men yaran hukm ghayr Allah ahsan. Pra duhet me sqaru se çfarë ai ka në bindje. Nëse thot që Kurani dhe shariati nuk është për këtë zaman dhe nuk është i mirë dhe nuk është i drejtë, ka ligjet. Pra nëse thot që ideologjia qoftë marksiste apo qoftë demokracia janë më të mira se shariati apo janë të barabartë, atëherë kjo është dalje prej feje dhe është haram. Sepse Allahu ka thënë: "Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul fasiqun." Pra kush nuk gjykon me atë që ka zbritur nga Allahu, ata janë fasikun. Fasikun, 3 ajetin, kafirun dhe zalimun. Varësisht për bindjes që e ka njeriu. Pra, naqidul ar-rabi', anuluesi i 4 i Islamit që ka përmbledhur Muhammed ibn Abdul Wahhabi është: kush mendon që ka ndonjë udhëzim më të mirë se sa udhëzimi i pejgamberit alayhisalatu wasallam, apo ka ndonjë gjykim më të mirë se sa gjykimi i pejgamberit alayhisalatu wasallam, apo janë të gjashëm, kjo është dalje prej feje dhe është pikë që njeriu e nxjerr nga Islami. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na forcojë në të vërtetën dhe të na largojë nga çdo dyshim i mundshëm që mund na bëjnë të na sjellin tek këto dyshime të nawaqidul Islam, anuluesve të Islamit. Kjo ishte wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.